Të diskutuar në lidhje me këtë çështje me ne kemi Enes Toska, i cili është guid. Përshëndetje Enes. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zoti Toska, ju punoni që sa kohë si guid? Prej vitit 2018 ju me certifikuar, mirë po kam përvojë më shumë se 10 vjet në këtë fushë. Së fundi keni ngritur një shqetësim sa i përket çështjes së guidave, të cilët nuk janë me prejardhje shqiptare, por që vinë bashkë me grupe të ndryshme në Kosovë dhe mundohen të tregojnë historinë e Kosovës. Këta guida, a ka një bashkëpunim me ju? A marrin themi kështu informatat paraprake nga ju për të njohur territorin e Republikës Kosovës? Kështu ndoshta para se me kalu të sfida që e përmende që është një sfidë që po na brengos që ne komunitetin e guidave, do të thonë jo mu personalisht, po gjithë kolegë që jemi në këtë fushë, është më rëndësishme u cek që jemi shumë të lumtur për zhvillimin edhe për një farë ritmi pozitiv të turizmit në Kosovë, ku vetëm në 10 vitet e fundit prej vitit 2013 deri 2024 kemi ne ka përcim kozhat madh prej 50.000 vizitorëve deri në 420.000, që kjo tregon që Kosova është pjesë e itinerareve ndryshme turistike, edhe është bërë sidomos pjesë e këtyre paketave ballkanike. Do të thonë kjo tregon që Kosova ka filluar me e kriju një farë identiteti, edhe për neve tash direkt me u lidh edhe me temën si komunitet i guidave turistike krijon edhe hapësirë shtesë për me promovu vendin tonë. Po ajo që këtë është një prej brengave të komunitetit, sepse ligji i turizmit, fillimisht atë kemi pas në Kosovë një ligj të turizmit 2013, mirë por në vitin 2022 është aprovu ligji i ri, ose është amandamentu ligji ekzistues, e fatkeqësisht në ligjin parapra, guida turistike fare nuk janë përmend, ose udhërfys turistik, se me ligjin e ri jemi udhërfys jo guida, mirë po në ligjin e ri, do të thonë që është aprovu në vitin 2022, tash kjo fushë ka filluar me u rregullu, ka filluar me u njoft si një profesion, si një prej profesioneve të këtij sektori, edhe është një dispozitë e veçantë ku pjesë e këtij ligji, që është neni 31, edhe ceket në mënyrë decisive që turet ose itineraret në Kosovë munden me udhëheq prej guidave të huaja nëse kanë leje pune ose kanë leje qëndrim. Tash ka po ndodh ajo, besoj që vetëm me një shikim të shkurt të qytetarëve tonë edhe në sheshin e Prishtinës, kemi shumë grupe të turistave që vinë, do të thonë prej shteteve ndryshme, mirë po ka plot grupe që ne i njohim sepse ne i njohim edhe kolegët tonë, që udhëhiqen prej guidave të huaja. Për shembull, kemi pas një rast një guid prej Meksike ose tur lider i Meksikës e udhëheq edhe tash ose një guid i Kinës, ku ta diun vinë edhe prej Maqedonisë, prej shteteve tjera, prej Turqisë, për shembull, kemi plot raste në Prizren ku zbarkojnë një numër i madh i autobusave dhe vinë me guidat e Turqisë. E tash, pse është kjo problematike? E para është jo ligjore, sepse ligji thotë që këta duhen me pas leje pune ose leje qëndrim në Kosovë, që e dim sigurt që nuk e kanë këtë leje, sepse e përdorin këtë farë vakumi. Ligjor, sepse mekanizmat e shtetit, në këtë rast të Ministrisë të Tregtisë Industrisë nuk janë në vend, pra nuk kemi një lloj kontrolle të tregut se kush po hen ose kush po del, po flasim kush po udhëhiqet për këtyre grupeve, për këto grupe të turistave. Ta shtojmë dy problematika elementare spaku që mundemi me i cek. Një element është normalisht nuk krijohet hapësirë për guidat lokale ose guidat kombëtare të vendit tonë. Do të thonë thjesht dikush janë zënë vendin një kolegu ose kolege për me ofru shërbimin për cilën është trajnuar dhe ka kryer shkollim për atë punë, e para. E dyta që është ndoshta edhe më e rëndësishme, që mos ta personalizojmë këto shumë, është edhe çështja e interpretimeve historike. Tash të e marrë parasysh që na si Kosovë jemi një vend që para disa dekadave kemi dalë prej luftës edhe jemi shpesh edhe prej e dezinformatave, propagandave të ndryshme. Ajo që ka ndodhur në terren është që guidat e huaja ose tur liderët e huaj shpesh japin informata të pasakta. Që i bjen, ato munden me u keq interpretu, munden edhe me e bërë një lloj ta quajmë promovim negativ ose promovim të keq të vendit tonë. Kemi plot raste që i kemi edhe gjatë diskutimeve që i marrim prej kolegëve që domethënë kemi një lloj tash quaj një lloj shtrembrimi, një lloj
defunksionalizimi i komplet storjeve që ka lidhje me Kosovën. Cilat janë ato të cilat ju vetëm keni informata që po shtrembërohen dhe ndoshta po përdoren edhe për përhapje të propagandës. Absolutisht. Kjo është edhe që ceka një prej elementeve më të ndihshme që po ndikon edhe direkt në shtetësinë e Kosovës. Që një prej kemi plot shembuj, po një prej elementeve është që për shembull ka raste, edhe këto janë raste që kolegët tanë i kanë dëgjuar me vesh të tyre në terren. Thjesht na jemi ofruar dhe i kemi pyet, a keni leje, thjesht i kanë ikë përgjigje sepse e dinë që janë ilegal. Një element është që për shembull një narrativ që shpesh shtyhet thuhet që Kosova është ende shtet është kontest. Dhe me thonë mes Kosovës e Serbisë, ose për shembull ka raste që thonë Kosova i ka 70% shqiptar, 30% serb. E ku ta diun. Mandej ka raste për shembull në Prizren, thonë në pjesën e qytetit shembull jetojnë serb, në pjesën e vjetër, në pjesën e re jetojnë shqiptar, teksi, do me thonë ka pas raste edhe që Guida e huj, po flasim këtë rast, as nuk e ka dhënë informatën e saktë nëse Prizreni është në Kosovë apo në Maqedoni. Do të thonë kemi kësi shtrembërime nga më të ndryshme, mos flasim për shembull për bibliotekën kombëtare që kemi në Prishtinë këtu, një prej informatave që është ndar që ka qenë bazë ushtarake e ushtrisë serbe. Ose për Termokosin këtë farë qyngën e famshme që e kemi, kjo është monumenti i lirisë së Kosovës. Do të thonë, këto janë absurditete, ndonjëherë çesharake, po për ne edhe po them, sidomos si komuniteti Guidave janë shumë të ndihshme. Këto janë zakonisht kolegë që i marrin prej terrenit që i ndëgjojnë, sepse edhe na vetë jemi në terren. Një grup e sheh, një grup tjetër kalon, ka herë ndëgjojmë, ndalemi, domethënë. A keni ndërhyj, a ka pas kolegë të ju të ka pas raste që edhe jemi ndalë, kemi fol me këta, me thonë, kolegë të huaj që kanë qenë këtu, i kemi treguar që ligjërisht nuk lejon ata me dhon interpretim, se kjo është një rregull shumë i thjeshtë që zbatohet gati në krejt botën. Po s'po shkojmë shtete tjera, vetëm për shembull Maqedoni, nëse një guida e Kosovës shkon në Maqedoni, edhe don me interpretu shembull Kalane e Ohrit, ku ta diun, në një lokalitet e hanë dënim kështu më njëherë. Thjesht ligjërisht nuk kemi drejt asë na me interpretu diçka me një shtet ose në Malzi për marim shembull. Do me thonë, ne si tur lidera mundem me shku me grupin, me përcjell grupin, po me fol me interpretu, ligjërisht nuk e kemi drejt. Do të gjendet një gujit e atij vendi. Kush është organi i cili të jemi kështu i ndëshkon këta njerëz të cilët vinë dhe bëjnë punën e guidës pa leje në Kosovë? Tash fillimisht duhemi me tek ne turet ose këto farë grupet ekskursionet çdo që dojna me i qujt, to shiten prej tur operatorëve të huaj, shembull. Një tur operator për marrë shembull i Bullgarisë, i Shqipërisë, i Maqedonisë, do të thonë kanë turista që vinë prej Azisë ose vinë prej Amerikës, varësisht që shitet paketa. Dhe mos harrojmë që në Kosovë zakonisht e kemi këto pakot ballkanike ku turistat vinë, qëndrojnë 1 javë, 2 javë dhe ditë varet prej grupit, edhe mbrana këtyne 10-12 ditëve Kosova gjithmonë është 1 ditë, 2 ditë, 3 ditë, varësisht si shitet. Edhe tash ata, po them, vetë fakti që i kemi institucionet tona që nuk e zbatojnë ose nuk e monitorojnë zbatimin e këtij ligji, sepse ne e kemi bazamentin ligjor, ne e kemi dispozitën ligjore që na mbron punën tonë, po problemi është që në terren, fatkeqësisht se për shumë fusha të ndryshme, ndonjëherë ligjet i kemi të mira, të bazuar në standarde të mira, mirë po nuk gjejnë implementim ose nuk gjejnë zbatim të duhur në terren. Në rastin konkret, ajo çka po supozojmë që duhet me funksionuar është inspektorati i punës. Thjesht inspektorati mundet në momentin kur të shën një grup që udhëhiqet prej një personit të panjohur, mundet me u afru edhe me lyp, qoftë ndonjë badge, qoftë ndonjë dokument që identifikon që ai ka drejt me bëu atë punë. Një element tjetër që si shoqat e guidave që i kemi bëu edhe zyrtarisht tek institucionet është që një prej mënyrave më të thjeshta është edhe kontrollimi në pikat kufitare. Se na e dim shumica turistave na vinë me autobuza, po flasim autobuza 20 veta, 50 veta, në varësi sa është grupi, edhe thjesht nëse thjesht një grup të Amerikanëve, të Kinezëve, ajo që ka mundet shumë thjesht në funksionu është në pikën kufitare, merr informatën, a e keni të angazhuar ndonjë guid për grupin e juaj. E kjo nuk funksionon fatkeqësisht. Po këto shqetësimet e juaja si grupi guidave të Kosovës i keni paraqitur tek institucionet e vendit? Ne këto i kemi paraqit, muj me thonë që disa vjet diskutohet, se ligji i vitit 2022 kur është aprovu, ne kemi qenë edhe vetë kolegë tanë, sidomos guidat të sektorit kulturës, sepse kemi edhe guidat malore, kemi qenë prezent edhe në grupe punuese, në
për këto ligje, për udhëzime administrative. Edhe gjithmonë e kemi ngritë zonin në platforma ku u dashur me ngritë zonin. Po fatkeqësisht po them ligjet tash ekzistojnë, po zbatim të ligjet nuk ka. Tash kemi arsyetime ndonjëherë sipas është parësyeshme, jo duhet me u bëni udhëzim administrativ, jo duhet me ndodh kjo ajo, po thjesht na e dim që në terren po funksionon një sektor ilegal, do me thonë që nuk kemi kurfar kontrole, nuk kurfar kujdesi të shtetit ndaj komunitetit tonë. Kështu që kjo është elementi pse na e kemi këtë paknatësi, sidomos edhe zyrtarisht kemi drejtu qoftë me emaila, qoftë me kërkesa tek Minte, po flasim te Ministria e Tregtisë, Industrisë, sepse Minte e mbulon fushën e turizmit në Kosovë. Kemi dërgu, po fatkeqësisht ende nuk kemi marrë ndonjë përgjigje zyrtare nëse kanë me marrë masa për me i parandalu këto aktivitete. A keni bërë të qartë që bëhet fjalë për imazhin e shtetit Kosovës, ku Kosova nuk paraqitet në historinë e duhur? Absolutisht, na kërkesën zyrtare i kemi tregu gjitha argumentet tona pse ligji duhet me qenë i zbatueshëm edhe pse shteti duhet me marrë masa. Po çështja thash ndonjëherë në mënyrë jo zyrtare kemi marrë përgjigje të tipit jo na duhet një udhëzim administrativ për këtë temë, për atë temë. Ligji obligon Ministrinë përkatëse që ja ka aprovu, po them 2022-ën, tash jemi vetë kanë bërë. Vetë kanë bërë. I njëjti ligj e obligon me e bërë regjistrin edhe licencimin e guidave. Edhe ky proces nuk ka filluar në Kosovë. Do të thënë, kjo tregon që shteti nuk është u marrë me këtë temë, edhe na po duhet mandej me bëj presion prej poshtë platformave të ndryshme. Thjesht për me rregulluar dhe kemi treguar që kjo është çështje e ndihshme. Se po them, nëse vjen një grup i turistave ose ta kontestojnë edhe shtetësinë, kjo është element shumë i ndihshëm që na ne kalu shumë lehtë këtë problem. A keni ndërzuar dëshmi të themi kështu Ministria e Tregtisë për me pas sakt se çka themi kështu po ligjerohet? Tash, një problem unë atë dëshmi nuk mujna asë më shku me marrë me telefon, me incizu, po e dim kështu sakt prej kolegëve që janë prej terrenit që na e ndojnë këto. Se fundit, mundëm edhe na me unë dëshku me thonë të e prejtë privatësinë e një grupi caktuar. E pra të arsye duhet inspektorati, duhet një trup shtetëror ose një organ shtetëror që ka këtë drejt me monitoru situatën. Në kodër kërkesës që e bonëm të Minti, na fa kërkuam edhe prej Ministrisë Punëve të Brendshme, që ndoshta ata me kryu një task force, thjesht me dërgu një informat në pikat kufitare, që me bo një lloj kontrolli ose një lloj filtrimi kur të hynë në kufi, grupi turistave. Mirë po, fatkeqësisht ende nuk kemi marrë ndonjë përgjigje ose nuk kemi marrë ndonjë reagim ose ndonjë veprim që me adresu këtë problem. Që sa kohë është identifikuar ky problem themi dhe sa mund të jetë i rrezikshëm, sepse e dim që edhe përmes guidave, edhe përmes grupeve të organizuara mund të çohen përpara edhe agjenda të ndryshme të shteteve të caktuara. Ky problem, me thonë drejtën, është disa vjet që po funksionon të na mirë, po në momentin kurse kemi pas as bazën ligjore edhe ne një farë mënyrë nuk kemi pas edhe drejt më reagu. Se thash, deri në vitin 2022, ligji jonë i turizmit nuk e ka pas as fjallën udhërëfish turistik. Ne nuk kemi qenë fare as pjesë e radarit të institucioneve tona, thjesht na kanë konsideru si hobby, na kanë konsideru si diçka sekundare. Mirë po thëmë me lobimin tonë edhe me prap e falenderojmë institucionit që 2022-ën u aprovu ligji i turizmit, tash kemi rregulla se si duhet me funksionu ky profesion. Po fatkeqësisht shumë ligje në Kosovë, ka ligjet i kemi të mira, strategjit i kemi të mira, besa e kemi edhe strategjinë e turizmit që është aprovu. Po implementimi. Po implementimi, po them, ajo çka se ndonjëherë edhe po ke shkuptohemi pse ju ngritni zonin, pikëshuni interesat e juja. Jo, nuk ka të bëjë kjo me interes. Kjo është interesi i Kosovës, sepse mos të harrojmë që guida turistike përpos që është një profesion fisnik, është një profesion shumë interesant për me e zhvillu, po e ka dhe një lloj përgjegjësie. Na jemi ai personi ose pika e parë e turistit ku na ja japim informatën për shtetin tonë. Kështu që na kemi një lloj përgjegjësie në shpinën tonë që mbas të informative që ne i ndajmë, ose ka pas raste ju jeni pjesë e Serbisë. E momenti ku na japim argumentet dhe shpak ka ndodhur diçka në GND. Na edhe zyrtarisht me letra jemi divorcu prej Serbisë dhe kemi një vendim të gjykatës ndërkombëtare drejtësisë sa për këtë kësaj, edhe turistët thotë, apo se pas kemi ditë këta. Pse? Se propaganda është kaq intensive saqë thjesht ndonjëherë po thonë mysafirët nuk e dinë që Kosova edhe ligjërisht edhe në gjykatën ndërkombëtare e ka të sqaruar çështjen e statusit të vet. E mos flasim për detaje, finesa të tjera. Për shembull, e kam pas një grup prej Brazilit që patën ardhur, edhe e mbaj mend mas disa ditëve të shëtitjeve që kemi pas në Kosovë, ato në fund kërkojshin falje prej meje pse Brazili nuk e ka njoftë Kosovën ende si shtet. Pse se çaq mirë kanë kalu, domethënë i kanë pa krit ato
shtresimet kulturore, e kam pa edhe Prekazën, e kam pa edhe Prizrenin, edhe Novo Bërden, do thënë janë, e kam pa Kosovën në krejt dimenzionet e veta, e kjo është detyra jonë, që më ja spigu Kosovën qoftë në anë pozitive, po edhe ato kapitu që janë dëdhimshëm për neve. E përmende Prekazën, e përmende edhe disa prej vendeve të cilat gjithmonë vizitorët e huaj kërkojnë për t'i parë, ose edhe guidat i dërgojnë. Por, keni informacione që këto guida turistike prej vendeve të huaja i dërgojnë këta vizitorë në këto vende si që është Prekazi? E tashti, saj përket vendeve ose lokacioneve ku i vizitojnë këta, veç du me pas qarë se zakonisht të turët ose paketat shqitën paraprakisht me një itinerar të fiksum. Shembull, ai turisti japonez e ka bleni Balkan Tour, mrena Balkan Tourit në Kosovë i ka, shembull, për ma 10 pikat vizitave. Sinan Pasha, Kalaja në Prizren, ku ta diune, heroinat në Prishtinë, nëse e kam Prekazin, pa tjetër që guida duhen me respektu atë itinerar. Sa është një lloj kontrate që e ka turisti me tur operatorin. Po, ajo që ka ndodhë, na që ka mundohë me bo, sepse shpesh tash në Kosovë destinacionet ma tipike turizmit janë Prizreni, Peja, Prishtina. Do të këto janë top 3 destinacionet. Mirë po ne si komunitetet e guidave, kur e kemi hapësirën e, për shembull, vinë kërkesa të tipit, i kemi 3 ditë apo na tregoni çka me pa. Që atëherë është ai momenti që na mundohemi mi adhon këtë këto elemente që thamë qoftë në anën pak më të ndihshme, ose luftën për rezistencë, luftën për shtetbërje, edhe kombinojmë shembull me Ulpianën arkeologjike, me Janjevën, që është pak më e lonën prej dorës, po flasim përgjithësi për këto paketat. Po aty po them, na nuk kemi 100% kontribut, sepse fillimisht varet që shitet paketa. Nëse shitet me Prekazin brenda saj, është super për neve, do të thonë se është një historie që e ka përthejmë komplet historie. Po ka raste, po thëmë, vjen grupi turistave vetëm për 2 orë në Kosovë. Ato 2 orë i kanë vetëm Prizren dhe kanë vazhdu me njerë Macedoninë, nëse vinë për Shqipnis ose kundërta. E po të me thonë, këtu jemi pak ma të limitum në aspekt të, me thonë, përzgjedhjes lokaliteteve. Po, më interesojnë ditë kove të fundit ta që është rritë numri i turistave, por prej cilit vend botës më shumë ka turista? Ose kontinent? Tash, në aspekt statistikave, edhe këtu e kemi një telashe, po s'po bëjnë hajde veç mu anku. Tek ne zyrtaresht, do me thonë, statistikat e turistave mirën për bujtjet. Do me thonë, ku zyrtaresht mirën donat zyrtare prej hoteleve. Do me thonë, mirë po, nëse kemi lëvizje të shembull për marrë një personi që shkon me vizitu Prizrenin gjatë ditës edhe kthehet, ajo nuk regjistrohet kërka. E tash, kështu që zyrtarisht Prishtina është një prej destinacione, se shkaku i numrit hoteleve, do të thënë Prishtina është në aspekt të numrit turistave është ma e madhe, mirë po Peja, kove të fundit është u pri, sidomos me numër të bujtjeve. Deri vona i kemi pas 1 natë ose 2 natë mesatarisht, tash Peja gati e kam ri 4 natë mesatarisht bujtja, që i bjen, oferta turistike o ka zgjanohet, Peja sidomos për pos aspektit kulturor e ka edhe një natyrë të mahnitshme, ka produkte turistike, se ka elemente ndryshme, sidomos të turizmit aventurier, zipline-a, kësi adventure parks, ose parqe të adventurë, dhe me thonë, thjesht kur turisti ka përmbajtje, kur ka aktivitete që ka me bo, normalisht që rinë ma gjatë. Edhe këtë është qëllimi i turizmit është me majtë turistin nëse ka arë për një ditë, me majtë për ma gjatë. Nëse jo mi adhonë referencen që dikush tjetër marrë ma vonë. Kështu që në aspekt statistikave jemi mirë, po rritët numri turistave, mirë po ne jemi për një zhvillim ma të kontrollum, jo një zhvillim kaotik si për momentin që, sidomos po thonë, të pjesa e guidave e kemi një lloj kaosi që nuk po dim sa po na hinë, sa janë të udhëheq, çfarë narrativa po hipën, se thjesht e konsiderojmë që është shumë e ndihshme. Më falë se nuk më ka përgjigj në pyetjen kryesore. Kush janë njerëzit prej cilit të vend të botës vinë më shpesh në Kosovë? Statistikisht Gjermania prim, Zvicra, Turqia, kemi edhe prej Amerikës, do me tonë po prej Gjermanisë është numri ma i madh. Evropa është pjesa Evropa është ma dominante. Evropa është ma dominante. Po, a ka Kosova guida të mjaftueshme që të mbuloj të gjithë vizitorë, të gjithë këta turistë, në mënyrë që të mos japet hapësirë dhe guidave të huaja që të bëjnë ture në për Kosovë? Tash, prej dhënave zyrtare që i kemi, në Kosovë ekzistojnë gati 100 guida të certifikuara, po flasim guida të kulturore dhe guidat malore, sepse llogaritni që në Kosovë turistat vinë edhe për natyrë, nuk është patjetër kultura si destinacion i parë, kështu që vetë fakti që ti i ki 100 certifikuar, po fatkeqësisht jo krejt aktiv në tregun e punës. Kështu që
Ka, mirë po ka raste që sidomos gjatë sezonit të verës, tash kur po rritet edhe numri i turistave, ka erë edhe heqëm kogja keq për me gjetë guida për grupe të ndryshme, sepse ka raste që kemi 3-4 grupe të njëjtën kohë kërkojnë, kemi prej organizatave ndryshme, prej kompanive ndryshme që majnë konferenca, edhe tash ato zakonisht koincidojnë njëjtën periudhë, kështu që ka periudha që nuk mujna me gjetë guida, po thëmë përgjithësi ka kapacitete. Do të ka kapacitetet të cilat munden me gjeneru këtë numër të turistëve të cilët vinë në Kosovë. Mjaft mirë, por për më interesu me ditë edhe shteti, sa punon në këto hapësira turistike, e përmende peja, e cila thaj po rritet në vazhdimisht. Në këtë rast jo vetëm komuna e Pejës që duhet të punoj në Pej, sepse mendoj me atë sa ka kapacitete aq bën, por në përgjithësi, sa shteti ka interes që në Kosova të ketë hapësira turistike. Për shembull kemi Shqipërinë për turizmin e verës, Kosova është e mirë për turizmin e dimrit, shembull. Është interesant, në momentin kur e përmende Shqipërinë, për shembull grupet, edhe pse nuk i dim sakt statistikat, po s'ka ku prej informatave që i kemi, grupet më të mëdha ose turat më të mëdha që shiten për Kosovë janë prej tur operatorëve të Shqipërisë. Që e bën Shqipëria është e përdor këtë bumin që është përjetu viteve të fundit, edhe e mbar një turist disa ditë, edhe mbrenda një javë dhe dite, 2-3 ditë i ndonë edhe për Kosovë. Do të thonë që na prap jemi falenderues që Shqipëria llogarisin një destinacion, një mini destinacion brenda paketave të veta. Shteti fatkeqësisht nuk është të punu shumë këtë drejtim, pse sepse nuk e konsiderojmë ende si prioritet këtë fushë. Mirë po vetë fakti që edhe në aspekt fitimeve ose përfitimeve, për shumë pri i kom edhe shënjime që mos gaboj, vitin 2017 kanë qenë 140 milion euro përfitime, përderisa në vitin 2023 përfitimet kanë shku në 425 milion euro vetëm nga fusha e turizmit. Që bjen edhe këtu kemi një lloj shumë fshihimi të kostos ose të përfitimeve në këtë fushë. Do të kjo është një fushë kogja e mirë e përshtatshme ku krijon edhe vende të reja të punës. Do të mos flasim vetëm për guida, kemi shpenzim për karburante, kemi shpenzim për akomodim, shpenzim për aktivitete kulturore, se nëse ti e bën një paketë, edhe brenda paketës e vizitoj një festival, një lokalitet, një monument, mos harrojmë që monumentet ortodokse në Kosovë, hyrja në monumente ortodokse kushton 5 euro për person. Tash llogaritë kur i ke 40 veta, do të thotë sa është. A mos flasim për ato që kur kryet vizita në një monument ortodoks, e ke edhe souvenir shop, e ke edhe dhurata që munden me blej, produkte, ushqimore, dhe me thonë, thjesht impakti është shumë ma shumë i madh se sa vetëm një vizitë thjesht. E për atë arsye, jemi kritik se shteti nuk po e sheh këtë fushë si prioritet. Se momenti kur e ke prioritet, investon pak ma shumë edhe nuk kemi ndoshta ka herë edhe kësi probleme që për neve janë kogja banale, nuk e ke rregullu fushën, ti dush me pas zhvillim, po një lloj zhvillimi të kontrolluar. Faleminderit që udhëtos ka që ishe sot me neve dhe diskutuam sa i përket këtyre problemeve të cilat ndoshta nuk do të na i merr të mendje që ekzistojnë, por ja që janë shumë aktive. Faleminderit shumë për hapësirën. Të lutem. Nga çështja e guidave, prapë mbesim tek kultura, por në një segment tjetër. Do të flasim për veprat e artit, do të flasim për pikturën,